Betimi për drejtësi ka tentuar të marrë një përgjigje dhe nga i pari i prokurorisë speciale, Blerim Isufaj, por kryeprokurori nuk i është përgjigjur as thirrjeve telefonike dhe as kërkesës së dërguar me email. Por çfarë deklaronte Isufaj 7 vite më parë, sa ishte kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, kur SMEL ishte në funksionalizim e sipër. Menaxhimi i lëndëve në mënyrë elektronike i mundson Këshillit Prokurorial që të realizojë vizionin e tij për një sistem prokurorial efikas, transparent, llogaridhënës dhe i qasshëm për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Ne jemi të gatshëm të ndërmarrim çdo vendim dhe të zbatojmë politika adekuate me qëllim të vënies në zbatim të sistemit elektronik për menaxhimin e lëndëve në të gjitha prokuroritë e Kosovës. Se lëndët ndahen apo jo me SMEL, të vështirë për të konfirmuar një gjë të tillë e kanë edhe disa prokurorë që Betimi për drejtësi ka pyetur. Përshëndetje prokurore, jam Albiona Hoxha, gazetare prej Betimi për drejtësi. Po të më ta bëvish një pyetje shkurt. Qysh ndahen lëndë në prokurori speciale? Ai pranoni përmes SMEL-it ndarjen e lëndëve apo Nuk është kjo çështje që unë duhet me thonë përgjigje, unë është me ju drejtu, kena organet kompetente që mund me dhënë, i drejtohet zëdhënësit atje dhe e merrni përgjigje. Deshta veç shkurt me ju pyet, qysh që ndahen lëndë në PSRK? A ju ndahen përmes SMEL-it apo i ndahen kryeprokurori? Unë lutem me bë me email, lutem të pyetja me bë. Po i kemi bërë e kemi bërë dhe me email dhe po ju pyesim edhe juve si prokuror që i pranon në lëndë. Email tan s'ka ardhur. Jo, po ju pyes direkt, me qenë se kemi pyetur edhe në PSRK, mirë po jam të pyet edhe. Dërgoma në email dhe po japë përgjigjen përmes avancit, lutem. Betimi për drejtësi ka dërguar pyetje edhe përmes emailit prokurorit Abazi, por nuk ka marrë përgjigje. Bunjaku nga fal thot se mosjarimi i mjaftueshëm për këtë situatë tregon se KPK nuk e do transparencën. Ashtu si që kemi cikur edhe më herët që Këshilli Prokurorial është duke u bërë disa përpjekje të vogla për rritjen e transparencës, mirë po me këto përgjigje dhe me këto arsyetime, të cilat vazhdimisht po i dëgjojmë, na bën të dyshojmë që Këshilli Prokurorial me të vërtet nuk e do transparencën në publik dhe nuk e do llogaridhënien ndaj publikut. Normalisht që Këshilli Prokurorial do duhej që të tregonte se cilat janë ato probleme teknike për të cilat kemi rezerva, pasi që siç e përmenda këto rregullore janë miratuar që 3-4 vite dhe nuk do mund të ekzistonte më problemi çështjes teknike, pasi që çështje teknike mund të ndodhin që një javë të funksionojnë dhe një ditë të mos funksionojë sistemi dhe të rregullohet menjëherë.